Sepse kur unë prindi yt, kur ne prindet tu erdhëm këtu, u detyruan të bëjmë shumë gjëra për të mbijetuar. U detyruam ta ulin kurrizin deri në tokë për të mos e humbur betejën. U detyruam të bëjmë punë që ti, biri apo bia jon, as nuk mund të imagjinosh sot që i ke të gjitha të mirat dhe shkon në shkollë, shkon në universitet dhe të duket se jeta ka qenë gjithmonë kështu. Por të gjitha këto i bëm për ty, i bëm për ju, dhe tani jemi shumë të lehtësuar sepse juve duhet ta respektoni atë kryqin e bardhë në flamurin e Greqisë, sepse është vendi që ju ka adoptuar, por ama nuk keni nevojë që shqiponjën në flamurin e kuq ta harroni apo aq më keq ta ndroni. Ju jeni shqiponja dhe ju do t'jeni gjithmonë shqiponja. Dhe me pasaportën europiane të shqiptarëve dhe të shqiptareve, ju do të uleni në çdo tryezë të Europës për gjithmonë si shqiponja. Dhe ashtu si kundër në të gjitha tryezat ku mblidhet Europa, përfaqësuesit e shteteve janë poshtë dhe lart në për balkon janë përkthyesit e të gjitha gjuhëve, ashtu do t'jetë aty edhe përkthyesi i shqipes, kur përfaqësuesi i Shqipërisë të flas shqip dhe të gjithë tjerët vënë kufjet për të dëgjuar se çfarë po thot shqiptari. Tani, ky është momenti, dhe unë dua t'ju them pse ky është momenti, sepse sot për herë të parë qysh se ne kemi filluar këtë rrugtim. Ju keni filluar rrugtimin tuaj personal. Shqipëria ka filluar rrugtimin e vet kolektiv. Ju keni bërë këtu përpjekjet për t'u integruar. Shqipëria i ka bërë përpjekjet për t'u integruar në botën e madhe. Për herë të parë, Bashkimi Evropian nuk është vetëm në pozitën që thot një ditë do jemi bashkë, por sot thot jemi gati që brenda 2027-s ta mbyllim marrëveshjen me ju dhe brenda kësaj dekade ne t'jemi bashkë. Tani, natyrisht që kjo ka ardhur në radh parë si pasojë e atyre që kemi bërë ne. Në radh parë si pasojë e këmbguljes son, që të kalonim nga një situatë ku në krye të herës na shikonin në rastin më të mirë me keqardhje. Në rastin më të mirë me keqardhje. Në rastin e zakonshëm me bezdi, në rastin më keq me përçmim, në një situatë ku na shikojnë me respekt dhe na shikojnë me besim. Por kjo ka ardhur edhe si rezultat i situatës ku është sot Europa. Ju e dini shumë mirë, ju e shihni, ju e ndiqni, se si gjërat po lëvizin, se si Europa, bota po lëkundet. Dhe për këtë arsye nuk jemi vetëm ne që si gjithmonë duam të hymë në Bashkimin Evropian një orën parë, por është dhe Bashkimi Evropian që ka hapur një derë dhe thot e jani hyni një orën parë. Ama